Shejti i ditës 2 tetor, engjëjt rojtar, shejtëria e dashurisë hyjnore në shërbimin e engjëjve. Festa e Shen Engjëjve Rojtar është një nga më të dashurat e kalendarit liturgjik, sepse na kujton se Zoti që na ka krijuar me dashuri dhe kujdes të pamas, nuk na lë të ecim të vetëm në këtë botë, por na dërgon pranë një mik qiellor, një shok besnik dhe një rojtar shpirtëror, engjëllin ton rojtar. Kuptimi biblik dhe teologjik. Fjala angelos në greqisht do të thotë lajmëtar. Engjëjt janë krijesa shpirtërore të padukshme me mendje dhe vullnet, më të përsosura se njeriu, që jetojnë gjithmonë në praninë e hyjit. Bibla i përmend në shumë raste, duke theksuar se ata janë shërbëtorë të Zotit dhe mbrojtës të njerëzve. Te libri i daljes, Eksodi 23:20, Zoti thot popullit e Izraelit: "Ja, po e dërgoj engjëllin që të prij e të ruaj gjatë udhëtimit e të shtjerë në vendin që kam përgatitur." Jezusi vetë në Mateon 18:10 na kujton se engjëjt e fëmijëve shikojnë gjithmonë fytyrën e Atit tim që është në qiell. Ky është thelbi i fesë son. Çdo njeri që nga çasti i lindjes ka pra një engjëll rojtar të dërguar nga Zoti për ta mbrojtur, për ta ndriçuar dhe për ta çuar drejt shëlbimit. Roli i engjëjve rojtar. Engjëjt rojtar nuk janë një ide e bukur devocioni, por pjesë e fesë e zbuluar. Ata janë shpirtra shërbyes. Lexojmë te Hebrejt kapitulli 14, që na japin frymëzim për të zgjedhur të mirën dhe na paralajmërojnë kundër së keqes. Shen Origjeni thoshte se njeriu ka pranë vetes dy zëra, engjëllin e dritës dhe tunduesin e së keqes. Zgjedhja është e jona, por zëri i engjëllit na ndihmon të qëndrojmë në dritë. Engjëlli rojtar është mik i përhershëm, i cili na shoqëron në çdo hap të jetës, na ruan në rreziqe dhe na udhëheq drejt hyjit. Shejtër të shumt kanë dëshmuar praninë dhe ndihmën e tyre. Papa Piu IX tregonte shpesh një përvojë personale të fëmijërisë, kur engjëlli e kishte shpëtuar nga një rrezik i madh në kishë. Dashuria e Zotit që nuk na lë vetëm. Në një botë të mbushur me pasiguri dhe tundime, kujtimi i engjëllit rojtar është shenjë e fortë se Zoti na njeh personalisht, na do dhe kujdeset për secilin. Ai nuk është thjesht një figurë simbolike, por një prani reale që e bën të dukshme dashurinë e Atit qiellor. Mësimi për ne sot. Festa e engjëjve rojtar na fton të jetojmë me ndërgjegjen se nuk jemi vetëm. Në çdo ditë, në çdo rrezik, në çdo dilemë, kemi një mik të padukshëm që na kujton rrugën e së mirës. Na fton të kultivojmë një marrëdhënie të gjallë me engjëllin ton rojtar përmes lutjes së përditshme. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Engjëjt rojtar janë dhuratë të dashurisë së Zotit për çdo njeri. Ata janë drita të ndezura nga drita e amshuar, thoshte Shën Gjoni i Damaskut. Janë miq besnik të shpirtit ton, që na shoqërojnë deri në përqafimin përfundimtar të Atit në qiell. Festa e 2 tetorit është një ditë mirënjohjeje dhe gëzimi. Fal Zotit për këtë kujdes hyjnor dhe fal engjëjve që nuk lodhen kurrë të na ruajnë.